Mirë se vini. Sot do të flasim për diçka, një ndjenjë që besoj shumë prej nesh e njohin fare mirë, por që ndoshta s'dim si ta quajmë. Është ajo lodhja e thellë, e brendshme, ajo ngarkesa psikologjike që vjen nga presioni i botës moderne, presioni për të qenë gjithçka, për të gjithë, gjatë gjithë kohës. Shikoni këtë pyetje, a ndjeni vazhdimisht të lodhur? Kjo është një pyetje kaq e thjeshtë në dukje apo jo, por prapa saj fshihet një realitet shumë kompleks. A tingëllon e një orë këndenje? Ajo lloj lodhjeje që thjesht nuk iken edhe kur pushon. E po, kjo ngjenje ka një emër. Nuk është diçka e re. Në fakt, dekada më parë, sociologjia Betty Friedan i dha një shpjegim. Ajo e identifikoi si presioni i roleve të shumëfishta. Çfarë do thotë kjo? E thënë thjesht, është ajo ngarkesa psikologjike e jashtëzakonshme që vjen nga pritshmëria për të qenë perfekt në çdo gjë që bën. Dhe jo vetëm perfekt, por perfekt në të gjitha rolet në të njëjtën kohë. Mirë, atëherë le të hyjmë temës më thellë. Do ta ndajmë analizën tonë në 5 pjesë kryesore. Do shohim lodhjen e padukshme, se si liria u bë bar, do flasim për konfliktin e brendshëm të roleve, për punën e padukshme dhe në fund do të arrijmë në përfundimin se pse ky është në të vërtetë një problem strukturor. Okej, pika e parë. Lodhja e padukshme. Është e rëndësishme ta kuptojmë që në fillim, këtu nuk po flasim për lodhjen fizike, atë që ndjen pas një pune të rëndë apo pas palestras, jo. Kjo është diçka tjetër. Është një ndarkesë e brendshme, mendore, emocionale, e padukshme për të tjerët, por shumë reale për atë që e përjeton. Dhe ja ku qëndron thelbi i argumentit të Friedan. Problemi, në fakt, nuk është domosdoshmërisht sasia e punës. Jo, problemi i vërtet është pritshmëria. Pritshmëria për të qenë perfekt në çdo gjë, në të njëjtën kohë. Nuk mjafton më thjesht të bësh gjërat. Presioni është që ti bësh ato në mënyrë absolute perfekte. Mirë, por lind pyetja, nga doli gjithë ky presion për perfeksion? Dhe këtu arrim te pika jonë e dytë, që është një paradoks i vërtet i kohëve tona, si liria u kthye në një barr. Shikoni këtë krahasim. Është shumë domethënës. Nga njëra anë, kemi lirinë e re, mundësia për arsim, për karrierë, për pavarësi ekonomike, gjëra fantastike apo jo. Por nga ana tjetër, pritshmëritë e vjetra nuk u zhdukën. Ato mbetën aty. Pritshmëria për të qenë nëna perfekte, bashkëshortja ideale, menaxherja e shtëpisë. Dhe ja ku është çelësi i gjithçkaje. Rolet e reja nuk i zëvendësuan ato të vjetrat, absolutisht jo. Ato thjesht u vendosën si për tyre. Ishte si të shtoje një shtresë tjetër rrobash në një ditë të nxehtë. Pra roli i ri i profesionistes thjesht ju shtua roleve tashmë ekzistuese të nënës, bashkëshortes, menaxheres së shtëpisë. E imagjinoni peshën? E gjithë kjo mbivendosje rolesh krijon diçka të pashmangshme brenda nesh. Dhe kjo na sjell te pika e tretë, konflikti i brendshëm i roleve. Ktu fillon betejë e vërtet psikologjike. Në fakt ka një term teknik për këtë, konflikti i roleve. Mendojeni kështu, është një gjendje tensioni e vazhdueshme, sepse role të ndryshme po luftojnë për të njëjtat burime, burime që janë të kufizuara. Po flasim për kohën, energjinë mendore, vëmendjen. Rezultati? Kur je në punë, mendon se duhet të ishe me fëmijët. Kur je me fëmijët, mendon për punën që ke lënë pas, një luftë e pafund. Le ta bëjmë më konkrete. Gjatë ditës, duhet të jesh profesionist i strategjik, i fokusuar, që merr vendime të rëndësishme. Pastaj në sekond, sa po hyn në shtëpi, duhet të transformohesh. Duhet të bëhesh prindi empatik i durueshëm, plotësisht i pranishëm emocionalisht për fëmijët. Por nuk mbaron me kaq, apo jo? Duhet të gjesh energji edhe për të qenë partneri emocional, për të dëgjuar, për të lidhur me tjetrin. Dhe ndërkohë në prapasken, truri po punon si një menaxher logjistik. Çfarë do gatuhet, çfarë luhet bler, kur është kursi fëmijës, një maraton mendore. Ky kërcimi i vazhdueshëm nga një rol te tjetri ka një kosto të madhe. Ai fillon ta fragmentojë identitetin. Ndjesia e të qenit një person i vetëm humbet. Jeta fillon të ndihet më shumë si një performancë e pafund rolesh, sesa si një përvojë autentike dhe integruar. Dhe cila është ajo zëri i vogël në kokë në fund të gjithë kësaj performance? Pikërisht ky, nuk bëj mjaftueshëm. Kjo është ndjenja kronike e pamjaftueshmërisë që lind nga ky sistem. Sa do të bësh, kur nuk duket mjaft. Tani, le të ndalemi te diçka që shpesh anashkalohet plotësisht. Pika jon e katërt, puna e padukshme. Ajo punë që bëhet vazhdimisht, por që askush, madje as ne vetë ndonjëherë, nuk e llogarit si punë. Le të shohim një ditë tipike. Zgjimi në 7, përgatitja e familjes. Në 8:30 je në punë duke marrë vendime komplekse. Në 5:30 fillon maratona e dytë, logjistika familjare.
Në 7, mbështetje emocionale për fëmijët, në 9, planifikimi i ditës tjetër, dhe në 11:30 të natës, kur më në fund shtrihesh, çfarë mendon, nuk bëra mjaftueshëm sot. Vini re, nuk ka asnjë moment pushimi, asnjë moment rikuperimi, është një cikël i pandërprer. Dhe një pjesë gjigante e kësaj pune të padukshme është ajo që quhet puna emocionale. Çfarë është kjo? Është menaxhimi i klimës emocionale në shtëpi. Të sigurohesh që të gjithë janë mirë, të qetësosh tensionet, të dëgjosh. Kjo është një punë 24 sat, pa pushim, pa kufi, që harxhon një sasi të paimagjinueshme energjie mendore. Dhe më e keqja, rrallë herë njihet si punë e vërtetë. Dhe ja një pikë tjetër thelbësore. Nuk është vetëm fakti që koha është e mbushur. Problemi është se ajo është totalisht e fragmentuar. Çdo gjë ndërpritet vazhdimisht. Një telefonat nga puna, një mesazh nga shkolla, një kërkesë nga partneri. Ky e mban sistemin nervor në një gjendje alarmi të vazhdueshëm. Është e pamundur të rikuperosh vërtet. Kjo është receta perfekte për burnout. Atëherë, çfarë mësojmë nga e gjithë kjo? Cili është përfundimi? Mbase gjëja më e rëndësishme që duhet të mbaj mend është se kjo lodhje e thellë nuk është një dështim personal. Sepse pasojat afatgjata të këtij presioni janë, le ta themi troç, shkatruese. Flasim për ankth të vazhdueshëm, lodhje kronike, burnout emocional. Flasim për një rënje të kënaqësisë nga jeta, një ndjenjë të humbjes së vetes dhe tensione të pashmangshme në marrëdhënie. Prandaj, le ta përsërisim, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kjo lodhje nuk është dështim personal, nuk ka të bëjë me menaxhimin e keq të kohës, është thjesht një përgjigje normale, njerëzore ndaj një sistemi pritshmërish që janë totalisht jo realiste. Dhe e gjithë kjo analizë na lë me një pyetje të fundit, një pyetje që prek thelbin e ekzistencës sonë. Kur një person jeton vetëm duke përmbushur funksione për të tjerët, pyetja që lind pashmangshmërisht është: po për veten, kur jeton? Ky është konflikti i madh. Dhe kjo, në fund të ditës, është lodhja e padukshme e një sistemi që thjesht nuk di të ndalet.